Rruga deri tani shkoi mirë, lezetshëm. Mami ka dhënë muhabet çdo njeriu të mundshëm staf të aeroportit Nën Tereza. Përshëndet mami të gjithë i sqaroj. Dua shumë të bëj një kështu si tip episodi në Instagram ose do bëjmë episod YouTube-i çfarë ka çanta e Rita Lanti. Çfarë duhet ty? Kur niset për tani më fali sekond. Shina i punë me mua. Tani shife si është vesh, ose dua t'i tregoj si e vesh. Zonja, misi. Të dytën, je lekun, të tretën. Po i përdimë. Tani, një sekond, çanta, i thash mami, po mirë i thash, je vesh kështu me lëkur, me të kuqe, me buzë të kuqe. Po ç'po ke marrë këtë çantë plazhi, i thash. Ndërkohë që vesh kështu, ndër reagimit të tregoj Po në çik. plazh po i ke para punës e dytë e punës me të keqen e qëni. Do ti se kam me çamë. Ja. E kam marrë talon, ja u somur më krajon. Ja u somur. Ja doli pran, jam dhëmi da. Nada më akon. Ja më kuputo ruazat, më fal. Sa du dobe? Ja rashi. Po bif lokët, ja. Nuk kam koment do me thënë çanta e plazhit. Shapka sigurisht. Kemi ardhur shapkat për në aeroport. Shapka që rape, kam të raktu më të qanë. Çanta që ti duhet merje për në aeroport. Shapka të qrap dhe neshtu. Tani, është veshur me të zeza, me fustan të zi, edhe çanta që i kombinon, nuk është kjo. Por, çantën që e ka për kombinim Rita Lanti, ka këtë. Po thjesht e mban brenda çantës së kashtës. Po normale se po vini me 14 çanta ato i futa gjitha dhe kjo. Ja praktike u mami, nuk jam si ty o. Nuk mundem. Wow! Sa bukur! Mamma mia! Hajde ma! Ja ta shijojnë që nga jashtë. A mam, si ndihesh? Ti shamani. Se ti vdes për kështu ngjyrash. Shre kam gjithë shpinë. Ma kanë gjithë në kishen mamaja. Cuker naj. E shko që andricimi. Mame, ti si ndjem? Ha. Si njëm tretë resh. Kam 2 ditë resht që po vi tek Elona Balaj për krejhje dhe make-up. Jam duke më su keq. Kam humbur, jam zhdukur 2 ditë se realisht kam patur shumë punë për të bërë. Dhe këto shumë punët të gjitha finalizohen sot. Duke ja nis me një intervist, që do bëhem gati tani, kam pranuar të dalë për intervist diku që pritje, shkoj të realizoj dhe pasaj du them se ku isha. Dhe e dyta, mbas intervistës, jam direkte për në aeroport. Marr mamin për dore dhe nisemi direkte për në aeroport sepse kemi rezervuar me Globus Travel udhëtimin ton të radhës. Edhe I can't wait, me zi pres, shumë ditë e ngarkuar për mua. Kam për të postuar për eventin e Vet Hospital, se marr akoma me fotot, nuk i kam shkarkuar, kështu që yeah, I'm so sorry guys që zhduket robi kështu, po qa me bëmë, i qik pun këtu, i qik pun aty, tani ma.